po ishte dje një informacion i agjencisë bërthamore të OKB që mirët me monitorimin e, në fakt ajo shndrua në rezolut, i cili mirët me monitorimin e pasurimit të uranimit në Iran, i cili deklaroi që Irani ka që disa vite që nuk është duke vepruar në përputhje me detyrimet që i ka për mos përhapjen e armëve bërthamore. Pra dhe nëse ka një vend, du marrë parasysh edhe retorikën çfarë kanë ndjekur regjimi i Teheranit, sepse regjimi i Teheranit në vazhdimsi ka deklaruar që nuk janë jetën drejtën për ekzistencë shtetit të Izraelit, dhe atëherë duke u bazuar në këtë retorikë, në këtë insistim të Iranit që të ketë domosdoshmërisht armë bërthamore, Izraeli ka kalkuluar që është momenti i duhur për të mos i lënë asnjë shans apo rast, apo të mos i lënë asnjë gjë rastësisë, por për të intervenuar me kohë për të shtatruar, sepse Izraeli edhe më herët, po pas kohë ka bombarduar saqet ushtarake bërthamore, punishtet bërthamore të Iranit, ko pas kohë, si dihet, i ka eliminuar pjesëtarë të gardës së tij revolucionare, ko pas kohë ka eliminuar edhe disa prej shkencëtarëve që kanë punuar në programin bërthamor të Iranit, por ky ishte njëri prej sulmeve më të paprecedenta dhe më të befasishme që ka ndërmarrë shteti i Izraelit mbi Iranin. Në të njëjtën kohë, analistë ndryshëm ndërkombëtar sigurisë kanë vënë në pas që mbase ky sulm pikërisht kur po zhvillohej procesi i negociatave, mund të kenë edhe efekte tjera negative, sepse mund të ndikojnë tek krahu radikal i Iranit që ta kalkulojnë këtë situatë atëherë si të domosdoshme që të punojnë në sigurimin e armëve bërthamore, sepse vetëm këtë mënyrë mund ta ndjejnë veten më të siguruar. Zotri Kasolli, a ndryshon tash ky moment ekuilibrin e forcave kur flasim për lindjen e mesme? Po, si që thashë edhe në fillim, kryeministri izraelit në vazhdimsi ka potencuar se qëllimi kryesor i tij do të thotë në planin afatgjat, në një lloj makroplani është që të ndryshojë ekuilibri i forcave në mënyrë që të kufizohet përpjekja hegemonike e Iranit në rajon. Dhe kohën e fundit nuk ka dyshim se Izraeli i ka arritur disa rezultate të cilat i sipërceka, mirë po tash nuk besoj që Irani në farë mënyrë ka kapacitete që ta rimarrë veten pas këtyre sulmeve që ka përjetuar, mirë po problemi është se aty ka ndodhur një dinamik tjetër, sepse nëse sa i përket marrëveshjes së parë bërthamore ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ish presidenti Obama dhe Iranit, edhe shtetet arabe ishin në të njëjtën linjë me Izraelin duke e denoncuar atë marrëveshje, të cilën vetë presidenti Trump e kishte anuluar, ndërkohë kohën e fundit shtetet arabe kanë bërë thirrje gjithnjë më tepër për një kërkim diplomatik, për një zgjidhje diplomatike për këtë problem. Dhe ne e pamë në vizitën e fundit të presidentit Trump, anashkaloi Izraelin, i vizitoi vetëm disa prej vendeve arabe si Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara,